لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, në serinë e temave xhamit, vendet më të dashura të Allahu xhalla xhelaluhu, do të flasim sot për një pikë që ndërlidhet me xhamit dhe shenjtëritë dhe rëndësinë e xhamisë, e që është se xhamia është vend i edukimit të gjeneratave. Çdo besimtar nuk duhet ta kuptojë xhamin si një vend faltore, një vend vetëm ku ne kryejmë ceremonitë fetare, kryejmë namazin e gjana tjera që ndërlidhen me xhamin. Mirë po, xhamin çdo besimtar duhet ta kuptojë si një institucion, si një organizat, si një shoqat që ndërlidhet dhe qëllimi final i saj është që të edukoj gjenerata. Në edukoj neve dhe të edukoj të ardhmen tonë gjithësisht fëmijët e tonë. Lirisht mund të them se edukimi që bëhet përmes xhamisë, të nderuar vëllezër, është i pazavendësueshëm me diçka tjetër. Dhe mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka shkuar në Medinë, prej Mekës që është shkuar në Medinë, gjën e parë që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ende pa u vendos, pa u rahatu e vetë, ende pa zbrit prej devës së tij, gjën e parë që e ka marrë, hapin e parë, është do të thotë vendosja e themelit xhamisë. Dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë vend do të ndërtohet xhami. Që sot njihet xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj nga ky vend, nga ky objekt, nga ky institucion, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar shokët e vet. Ka edukuar një gjenerat që sa do me jetua njerëzimi nuk mund me mërrije vlerën e asaj gjenerate. Dhe kontributin që e ka dhënë ajo gjenerat për njerëzimin. Sa do mu hapë institucione ndryshme, e universitete ndryshme, e akademi ndryshme, nuk kanë mundësi të arrijnë atë që e ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes xhamisë së tij në edukimin e shokëve të tij. Dhe ka vazhduar kështu disa shekuj që njerëzit të edukohen përmes xhamive. Pastaj është pa nevoja që të hapen edhe shkolla jashtë xhamisë,
edhe universitete jashtë xhamisë, mirë, po me gjitha ata që njerëzit shkojnë edhe ma shumë studiojnë, edhe ma shumë të arsimohen, me gjitha ata nuk e ka humbë vlerën dhe nuk e ka humbë, do thotë, xhamia ndikimin e saj në edukimin e gjeneratave. Jo që nuk e ka humbë, por koha po na dëshmon ditë më shumë se edukimi që bëhet në shtëpitë e Allahut, në xhamit, është vështirë ta gjesh në ndonjë institucion tjetër. Është vështirë ta gjesh në ndonjë institucion tjetër. Mund me pas arsim më të lartë në ndonjë institucion tjetër. Mund me pas, do të thotë, ngritje intelektuale ndoshta më të lartë. Amo edukata apo morali që ta jep xhamia edhe udhëzimet e xhamisë është vështirë ta gjesh dikun tjetër, sepse mësimet e xhamisë burojnë nga shpallja hyjnore, nga fjalët e Allahu xhalla xhelaluhu dhe nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shëmbëltyra e njerëzimit. A ka mundësi të zaventësohen mësimet hyjnore me diçka tjetër kurse si? E porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeriu më vlerë në sipërfaqen e tokës. A ka mundësi të zaventësohen me diçka tjetër kurse si? Andaj të ndërrohet nëse xhamia është një institucion që shërben për edukimin e tonë, për edukimin e gjeneratave tona, për edukimin e fëmijëve tanë. Andaj çdo besimtar duhet ta ketë parasysh. Nëse don me pas një fëmijë të shëndosh, një të ardhme të ti që ti kime qenë falenderues për atë të ardhmen e ti, atëherë mësaja fëmijës tonë xhami. Lidhe fëmijën tonë me xhami, sepse edukatën që ka me marrë në xhami nuk është vështirë me gjetë dikon tjetër. Njëna prej edukatave që ta jep dhe qëllimi kryesor i xhamisë është edukimin e njeriut e fëmijëve përmes imanit, përmes besimit. Kur vim në xhami, e kemi lidhjen më të fuqishme me Allahun xhalla xhelaluhu. Namazin që e bëjmë në xhami së bashku, synojmë që të jemi më të sinqert në jetën tonë të përditshme. Dhe për këtë e bën namazin njeriu, që namazi ta forcojë në sinqeritetin e tij, në lidhjen e tij me Allahun xhalla xhelaluhu. E kur ti e bjen fëmin tanë, atë që është e ardhmja jonë, në xhami dhe jam mëson namazin, dhe jam mëson mësimet fetare dhe edukatën e fesë, dhe edukatën njerëzore që duhet ta ketë çdo njeri, atëherë do të thotë ti e ke lidh fëmin tanë me një institucion, me një vend që ka me qenë shumë falenderues në të ardhmen e tij për atë që ja ke dhënë. Kur jam mëson namazin, kur jam mëson që ti përkushtohet Allahut, që ti lutet Allahut, e vendi më i mirë që ti lutet dhe të lidhni fort me Allahun xhalla xhelaluhu është xhamia. Andaj do thotë xhamia synon që ta mbush njeriu me iman, që shpirtin e tij ta mbush me besim në Allahun xhalla xhelaluhu. E kur e mbush njeriu me iman, shpirtin e të madhët e të fëmijës, kur e mbush me iman, ajo është i fuqishëm në jetën e tij. Ajo është i drejtë në jetën e tij. Ajo është i sjellshëm në jetën e tij. Njëna prej aspekteve që ndihmon xhamia në edukimin e gjeneratave gjithashtu është edukimi moral i njeriu, e në veçanti i të ardhmës tonë. Edukimi moral, sepse xhamia ka shenjtrinë e vet të ndërmor dhe zot. Në xhami edhe që ato muhabete që jashtë janë normale dhe s'ka problemi i bën xhami, duhet me pas kujdes pak. Jo çdo sa duhet më fol në xhami. Sepse xhamia është e dedikuar për diçka, është e shenjtë. Duhet të kujdesemi për shenjtrinë e saj. Lexim, mësim të Kuranit, mësim të shkencave tjera, përmendje të Allahu xhalla xhelaluhu, me këshilluar në njëri tjetrin. Këto janë gjëra që duhet me funksionuar në xhami. Jo muhabetet e lira, normal edhe ato janë pjesë e jetës, ama jo muhabetet të cilat janë boshe, të cilat nuk kanë kur një farë efekti, kur një farë dobije. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar shitblerin në xhami. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hije
në xhami edhe i ka pa dot që ka ngrit zonin, ka thonë unë në zonin pak. Se cili prej juve i lutet Zotit, se cili është drejtues Zotit, ka thonë. Andaj mos ta pengojnë njëri tjetrin, ka thonë. Edhe nëse tu lexue kur dikush ka do thot një përqendrim, ule pak zonin, sepse ndoshta mund ta pengosh tjetrin. Andaj pastaj në xhami e mëson do thot moralin e mirë, sjelljen e mirë, respektin ndaj të moshuarit. Në xhami e mëson do thot qysh me qenë prej atyre që e ndëgjojnë njëri tjetrin. Sepse është një rregull në xhami, është një rregull. Dhe kjo rregull ta pastaj duhet me reflektu edhe në jetën tonë të përditshme. Në xhami e mëson do çish mu largu prej moralit keq, çish mu largu prej gënjeshtës, çish mu largu prej mendjemallësisë, prej gjërave negative. Çdo mësime që i për në xhami, a i për tash në ndonjë institucion tonë që është e që kanë nevojë shumë, që kjo edukat që ne synojmë me mërije për mes mësimeve të xhamis, a ka ndonjë institucion sot që ta jap këtë edukat? Mund ta jap arsimimin ndoshta më të lartë, ama ata që ka mbetet njeri me edukatën dhe me sjelljen më shumë të fiton në xhami. Andaj do thotë synon xhamia që ta përmirësoj moralin tonë, që ta përmirësoj moralin e familjeve tona, moralin e fëmijëve tonë. Gjithashtu, xhamia synon që ta bëj pastrimin e shpirtit të çdo njëri prej neve. Sidomos fëmija të ndëruar vëllezër. Është një shpirt i pastër fëmija. Është një shpirt i pandotur. Është një margaritar i kthjellët. Çka do që ne qesmi diçka në to prej gjanave jo të mira, e ndodh me ato. E ndodh me ato. Andaj ndash me amush shpirtin, fëmijës tanë e vlatit tanë, me energji të mirë, me besim mirë, me edukat mirë. Mësoje me anë xhami. Afroje, mire me vete. Gjysh, bab, mire me vete fëmijë e vlatin tanë, nitin tanë. Afroje afër xhamisë. Mbushja qatë shpirt pasër që e ka le ta mbushin me iman, le ta mbushin me bindje dhe mbështetje dhe për ullje dhe për kushtim ndaj Allahut xhelle xhelalu. Jo vetëm tek fëmija, mirë po xhamia ndikon në mbushjen shpirtërore, në akumulimin shpirtëror edhe tek të mëdhenjt. A ke pa njerëzit me probleme ndryshme, me të lashe ndryshme, me brenga ndryshme. Ai i cili e ti vlerë e xhamis vjen në xhami, i kthehet Zotit, i lutet Allahu xhelle xhelalu, e qetëson shpirtin e tij. Vallahi del e gjysën e brenga dhe të lasheve i ka jenë nga mendja e tij dhe nga shpirti i tij. Pse? Po vendi është i bereqetshëm, sepse është shtëpi ku adhurohet Allahu xhelle xhelalu. E pastaj do thotë, xhamit ndikojnë edhe në ndërtimin intelektual të njerëzve. Po je duke dërguar fëmijën tënd në një vend ku aty mësohet shpallja e parë hyjnore tek njerëzimi, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexon mëson në emrin e Zotit që ka krijuar çdo gjë. Je të dërguar fëmijën tënd dhe veten tënde në një vend ku lexohet fjala Allah nun wal qalami wama yasurun. Pasha lapsin dhe atë që shkruan lapsin. Je të dërguar fëmijën tënd në një institucion ku ai do të ngritet edhe nga aspekti i dijes së tij. Do të ngritet edhe sepse xhamit të ndëruar vëllezër, tash pak është zvedhe, është izoluar pak funksionimi i tyre. Por ndryshe xhamia nuk është me ta mësua ty ç'është bëhet namazi, e ç'është bëhet kjo nga aspekti fetar. Xhamia është vatër e dijes për gjitha shkencat, për gjitha dituritë, për gjitha ato të cilat do të janë në shërbim të njeriut për këtë botë dhe për botën tjetër. Gjithashtu xhamia është një vend që synon ta edukojë njeriun në çështjen sociale. E vetmja xhamia si institucion që 5 herë në ditë i mbledh të gjitha shtresat e njerëzve, i mbledh të gjitha strukturat e njerëzve. Edhe ai i cili udhëheq vjen në xhami dhe bëhet bashkë me rreshme të tjera. Edhe mjeku, edhe mësuesi, edhe hoxha,
edhe arsimtari, edhe punëtor tjetër, edhe institucionalisti tjetër që është, edhe ata që punojnë në punë të ndryshme, në shërbime do thotë publike dhe në gjëra të shërbime private, gjithë bashkohen bashkë. Edhe fëmia ju kur vjen këtu në xhami, edhe e sheh që edhe ai që udhëheq ku kanë xhami, në rreth me neve, edhe ai edhe ai është mjeku në xhami, edhe arsimtari në xhami, edhe profesori në xhami, edhe avokati edhe tjetër në xhami kemi bashkë. A nuk ndikon kjo në ndërtimin e personalitetit të fëmijës të nderuar vëllezër? A nuk ndikon që fëmia tani të mendoj se ose më bos një mësues, ose më bën një udhëhec, ose më bën një mjek, ose një hoxh, ose një diçka tjetër, ka me mendue fëmia për të ardhmen e tij, çka mendon më bën? Sidomos kur e sheh atë vllazërinë mes njëri tjetrit, e sheh atë ndihmën, atë solidaritetin mes njëri tjetrit, atë mëshirën dhe rahmetin që e kanë mes njëri tjetrit, atë dashnin vllazërore që e kanë xhamati mes njëri tjetrit, strukturat e ndryshme. A nuk ndikon kjo në të ardhmen e fëmijëve tanë? Andaj të nderuar vëllezër, le të jenë xhamia vatrat e edukimit tonë dhe le të kontribuojmë në këtë duke sjell gjeneratat e ardhshme, duke sjell fëmijët tanë në xhami që të edukohen dhe të marrin mësimet krahas atyre mësimeve që ti ja jep si prind, si nan, si bab, ti plotësojmë fëmijët e tonë edhe me atë edukatën që Allahu xhalla xhelalu na ka mësuar në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ja bëhet përmes këtij institucioni, përmes kësaj vatre që është vatër e adhurimit dhe vatër e diturisë. Elusmi Allahu xhalla xhelalu që të na udhëzojë dhe na forcojë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.